19 ton mish pule infektuar me salmonel është futur në portin e Durrësit dhe është shpërndar në marketet e restorantet e vendit ton për të konsumuar më pas nga shqiptarët. Ora News raporton se sasia ka hyrë më 11 mars të këtij viti dhe është e importuar nga Brazili. Sipas procedurave standarde, inspektorët e AKU në pikën doganore marrin mostrat e mishit të importuar, i dërgojnë për analizim dhe deri në daljen e rezultatit të analizave, mishi duhet të qëndrojë i bllokuar. Por kjo gjë nuk ka ndodhur pasi pa pritur rezultatin e analizave, subjekti importues është lejuar ta hedhë të gjithë produktin në treg për shitje. Pas daljes analizave që treguan se mishi ishte infektuar me salmonel, AKU ka trokitur në derën e subjektit që ka importuar mishin në mënyrë që të tërhiqet nga tregu, por siç bëhet me dije, është arritur të bllokohet vetëm 4 ton, ndërsa 15 ton rezulton të jetë shitur. Inspektorët e AKU i kanë kërkuar subjektit importues faturat e shpërndarjes, por përfaqësuesi i subjektit ka refuzuar t'i vendosë ato në dispozicion. Tashmë AKU bën me dije se ka bërë kallëzim në prokurori për subjektin përkatës.